Për disa momente, kështu duk sot qendra Gjakovës. Gumëzhinte nga zërat e gëzueshëm të 7 vjeçarëve, të cilët u dukën krenar që mësuan të shkruajnë dhe të lexojnë gjuhën shqipe, dolën për të kremtuar festën e abetares. Abetara, silmadjel në drejtore, lete, bukur, dora, ime sa lumdo. Unë jam gëzu sepse shkronjat kanë qenë gëzimi i fëmijërisë. Dora shtrën gol për miqësi e dashurisë, dorën për të dashurisë për ta ndihmuar njërin. Ata nuk i la pa i uruar këtë festë edhe drejtoresha arsimit. Të gjithëve ju uroj gëzuar festën e abetares. Këto 36 shkronja, 36 margaritarët të cilët i mësut nga mësuset e tuja për 1 vjet me radhë. Këta margaritarë që sot po i mbani të shkruar në kokat e juaja, të t'ju shërbejnë për në të ardhmen të thurni lavdi. Ndërkaq, mësueset që me përkushtim kanë punuar me ta, u shprehen po kaq krenare për angazhimin e tyre. Vendosëm që qytetit Gjakovës t'japim